Në darkën e të nominuarve, pati shumë pyetje për Lim Hotin për Alba Pollozhanin. Ajo theksoi se nuk e detyron askënd për lidhje, dhe se meshkujt i luten asaj. E njëjta shtoi gjithashtu se ka pasur shumë pak meshkuj në jetë, por që të gjithë e kanë lutur e janë përgjëruar që të kthehet. Alba nuk e detyron askënd me zor. Njerëzit vinë vetë te unë. Më beso ata pak meshkuj që janë darë nga unë sot e kësaj dite më luten më vinë nga mbrapa. Dhe më përgjërohen, dhe Alba, kur e kryen me një person i jep një shans të dytë. Kam pasur shumë pak meshkuj, numërohen vetëm me një dorë, u shpreh ajo. Tutje theksoi, të gjithë më kthehen, luten, përgjërohen dhe të gjithë vinë me gatishmëri, për martesë, familje e gjëra të tjera. E gjithë kjo nisi pas Limi, ish partneri i saj tani, po shijon një lidhje me Dolcen. Alba tha se ja dëshiron më të mirat dhe shumë suksese në marrëdhënien e tyre.